A dini se në Korçovë, qytetin që shpesh është quajtur simboli i qëndrueshmërisë shqiptare në Maqedoninë e Veriut, po luhet një nga betejat më interesante të këtij cikli zgjedhor. Këtë herë, jo thjesht mes dy kandidatëve, por mes dy narracioneve. Njëra që synon të ruajë identitetin politik shqiptar të Korçovës dhe tjetra të përpiqet të rikthejë nën kontrollin e një qeverisje maqedone. Vleni dhe VMRO-DPMNE-ja, dy forca që para pak muajsh dukeshin të ndara nga vetë natyra e tyre politike, sot po duken të vendosura në një vit të përbashkët për një qëllim të vetëm, ta mbyllin kapitullin e 12 viteve të qeverisjes shqiptare në këtë komunë. Përmes një fushate të koordinuar dhe një gjuhë që në publik po tingëllon vllazërore, ata pasynojnë që në balotazh t'i japin përparësi kandidatit maqedon Aleksandr Javanovski, i cili, sipas analizave të tyre, mund të arrijë deri në 14.000 vota, por vetëm nëse ndodh ajo që e quajnë përqarja e votës shqiptare. Kjo strategji nuk është e re. Ajo përpiqet të shfrytëzojë çdo ndarje, çdo pakënaqësi lokale dhe çdo votë që mund të humbet nëpër kufijtë e mosangazhimit. Por loja ende nuk ka përfunduar. Shpresat për një epilog ndryshe varen nga një faktor që gjithmonë ka ditur të ndryshojë rezultatin në momentet e fundit. Pikërisht si në rastin e Çashkës, ku mërgjimtarët u mobilizuan dhe ndryshuan balancën e votës. Dhe tani syri shumë kujt është kthyer drejt Zvicrës, Gjermanisë e Italisë, vende ku jetojnë mijëra korçovar që mund ta përcaktojnë fatin e komunës së tyre. Pra, nëse balotazhi i Korçovës do të shënojë fundin e një epoke shqiptare apo fillimin e një kapitulli të ri të bashkëqeverisjes me VMRO-n, kjo do të varet nga një pyetje shumë e thjeshtë por thelbësore. Sa shqiptarët do të dalin ta mbrojnë vendin e tyre dhe sa prej tyre do të besojnë se Korçova duhet të mbetet shqiptare.